A do thot i bindesh burrit tënd ti thuash po çdo urdhër kërkesë të tij, për shembull ai më bën presion psikologjik që unë të vendos mbulesën dhe faktikisht unë e vendos. A quhet kjo bindje ndaj burrit? A ka drejt burrit komandoj jetën e gruas? Një muslimane besimtare e mirë duhet jetë e lumtur që i shëllon një burr që i thot afro me Allahun, që i qëllon një burr që thot du të jemi bashkë në xhenet, që i qëllon një burr që thot nuk du që gryja ime dhe nana e fëmijëve të mi të ngarkohet me gjuna. Këtij lloj burri është për t'ia larë këmbët me ujë e për t'ia pirë ujin e këmbëve. Burri nuk po thot zhvishu, burri nuk po thot mos fal namaz, burri nuk po thot hajde të ikim në përdasma, burri nuk po thot piraki, burri nuk po thot hamish deri, siç not në raste të tjera. Burri po thot o gru, duhet vej shamin. Atëherë ti motra ime e ke obligim 2 herë. Një obligim e ke prej Zotit, se ka thënë Allahu në Kur'an, që femra muslimane mbulohet, dhe obligimi i dytë është se po ta thot dhe burri. Pra tu bo shamia 2 herë obligim. E ndjej se ndjej, po pse unë po e bëj prej atij, s'ka lidhje fare. Çfarë thot rregulla që ne kemi marrë? Kemi thonë një rregull për këtë lloj tematike. Thot rregulla, në lënien e haramit nuk është kusht niyeti. Në lënien e një harami nuk është kusht niyeti. Pra dikush nuk pi uraki pasi erë tur për njerëzve, jo për hatër të Zotit. Ky dënohet pse s'pi uraki? Se s'ka pi në fund fare, s'ka pi. Një femër muslimane nuk doli e zhveshur, jo për hatër të Zotit, po e çmeni burri, po i muhabet, edhe fol përfundimisht vendosi që mos dali e zhveshur, mos ta bëj këtë haram. Bën mëkat? S'bën mëkat, në rregull është. Në lënien e haramit nuk është kusht niyeti, po në bërjen e obligimit e adhurimit është kusht niyeti. Po dikush më thot, po Zoti e ka urdhëruar në Kur'an. E vërtetë është, kjo ka 2 kahe, hijabi ka 2 kahe. Është obligim, hijabi, po është haram zhveshja. Kështu që ti, për mendimin tim motër e dashur, boje për hatër të Zotit, kënaq Allahun, edhe pse ndoshta nuk të shijon, edhe pse ndoshta nuk të duket fort komode, edhe pse ndoshta duket vape mode, e të gjitha janë të u zhvesh, unë shkoj në kahun e kundër të rrymës, unë shkoj të u vesh, e bota po civilizohet dhe unë po shkoj mrav. S'ka problem. Po unë nuk e ndjej se s'ka problem, edhe po nuk e ndjeve. E rëndësishme është mos bësh këtë haramin e madh, që është me dal e zhvesh. Kjo është e rëndësishme. E ndjen se ndjen, ma tha për ditë, ma tha për natë, kam prej burrit, se kam prej burrit. Ky është burr mashallah, pasha Zotit. Ky që e ka habib që e ka ky burr. Ky që e ka shpirt njeriu që e ka ky burri, që do që ti të mbulohesh e mos dënohesh. Ky do që ti të mbulohesh e mos të udhëheqë shejtani. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, nëse gryja del e zhveshur nga shtëpia e saj, e drejton shejtanin. A u shrat Kështu ka thënë pejgamberi, po shumë e vështirë kjo se çfarë do të thotë kjo, pse këto gratë është zotni mos më bë krahasimin. Ka gra që janë shumë të mira edhe pse janë të mbuluar, s'ka lidhje kjo punë. Ne po themi hadithi thotë kështu. Po ka ca gratë që janë të mbuluar po, e vërtetë është për lidhje kjo. Ne po themi pejgamberi sa më ka thënë, nëse gruaja del nga shtëpia e vet, e zbuluar, e drejton shejtanin. Tek dikush ky drejtimi i shejtanit jep efekte dhe shkatërrohet shoqëria, dhe tek dikush tjetër nuk jep efekte, se mund të ketë namaz, edhe pse është e zbuluar, mund të jetë shumë e devotshme, e përkushtuar, mund të ketë vepra të mira që ky efekt i shejtanit nuk i bën punë. Okej. Po ne nuk e hedhim dot hadithin poshtë, as nuk e mohim dot hadithin. Apo jo, hadithi është i saktë. Sa e ka efektin është muhabet tjetër. Sa e ka efektin është muhabet tjetër.